Një borxhi para vitit 2013 ka bërë që të punësuarit e ndërmarrjes komunale të Gostivarit të mos kenë sigurim shëndetësor, edhe pse pas vitit 2013, 109 të punësuarve të kësaj ndërmarrje rregullisht u është paguar sigurimi shëndetësor dhe pensional, ata nuk ka mundur që ta shfrytëzojnë të njëjtin shkaku i borxhit. Drejtori i Fondit Shëndetësor Sashko Klekovski sot nga Gostivari tha se mos e voni javën tjetër, kjo çështje do të rregullohet dhe këta të punësuar do të kenë sigurim shëndetësor. Javното комунално има дълг от 2013 година, делото е дълг от 2009 година. Ndërmarrja komunale ka borxh para vitit 2013, borxh edhe para vitit 2009, ku edhe ky borxh ka mbetur i pazgjitur, shkak këto që 109 të punësuarit në këtë ndërmarrje janë pa sigurim shëndetësor. Tani paguhet sigurimi, kjo është një ndër paradokset pasi që nga viti 2013 rregullisht paguhet. Rreth 40 milion denar, ndërmarrja publike ka paguar sigurim shëndetësor dhe njëkohësisht nuk kanë sigurim shëndetësor pasi që askush nuk është angazhuar që të zgjidhë gjithë këto procedura administrative, burokratike dhe labirinthe. Ministri i Shëndetësisë Azer Aliu tha se kjo është një padrejtësi që u është bërë punëtorëve të ndërmarrjes komunale për vite me radhë, ku përveç tyre edhe familjet e 109 të punësuarve kanë qenë pa sigurim shëndetësor. Aliu premtoi se zgjedhja do të jetë e shpejtë dhe efikase. Po ta shikni nga këndvështrimi i të punësuarve, definitivisht është bërë padrejtësi, pasi që ato punojnë, janë paguar këto dhe nuk kanë pasur sigurim shëndetësor. Po ta shikni në aspektin administrativ dhe institucional, fondi s'ka çka të banë se ato kanë borxhe aty dhe nuk mund të aktivizohet paketi shëndetësor për të punësuarit, pasi që ligji thotë kështu dhe s'mund ta anashkaloni ligjin. Ideja është që është dashur më herët të ulen me institucionet shëndetësore, me institucionin në Gostivar dhe të zgjidhet ky problem. E mira është që ky problem tani ma u zgjidh dhe nga java tjetër, për fat keq pas disa viteve, po ja, nga java tjetër do të kenë sigurim shëndetësor. Rasti i të punësuarve në ndërmarrjen komunale të Gostivarit nxjerr në pa pasojat serioze që mund të shkaktojnë zvarritjet administrative dhe moszgjidhja e borxheve të vjetra institucionale. Edhe pse kontributet janë paguar me vite, mungesa e koordinimit dhe procedurat birokratike kanë lënë dhjetra familje pa një të drejtë themelore si sigurimi shëndetësor. Premtimet e autoriteteve për zgjidhje të shpejtë japin shpresë se kjo padrejtësi do të marrë fund, ndërsa mbetet që institucionet përkatëse të veprojnë me efikasitet për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.